ne I qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Pra ne nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Të gjitha I kanë bërë në përpjekje për të ndihmuar për krijimin e një historiku të besueshëm dhe të ndershëm të ngjarjeve nga 1998 dhe 99, ku mbi 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në dhe përreth 50 plus kampe ndalimit të UÇK-s. Kjo çështje ka të bëjë me qëllimin në këtyre 4 të akuzuarve për të fituar dhe për të shtruar kontroll në të gjithë Kosovën. Kjo vendosmëri për kompetencë dhe për fuqi u has me diçka dhe kjo kishte të bënte me persona të cilët I kishin dalë përpara dhe që konsideroheshin si oponent, persona të cilët ose ishin ose perceptoheshin që ishin bashkëpunëtor me forcat serbe ose zyrtar serb, ose institucione shtetërore, ose që nuk mbështesnin synimet dhe mjetet e UÇK-s dhe më pas të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Shpesh u përfshiheshin personat të lidhur me LDK-n, persona me etnicitete rome edhe serbe. Dhe në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre, të akuzuarit kanë kryer krime kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. 7 dëshmitarët ndërkombëtar janë hedhur në një situatë me pak informacion lidhur me aktorët kryesor, të përfshirë, nuk e kanë folur gjuhën atë kohë, kanë ndërvepruar ballë për ballë me aktorët kryesor vetëm për pak herë, dhe thuajse nuk kanë parë asnjëherë rregullore urtat dhe komunikatat e UÇK-s dhe nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s.